Është folur e shkruar jo pak për luftën e Shkodrës, të atë të Ulqinit e të tjera, ndosë ka shumë hapësira akoma të cilat duhen ndriçuar më tepër, më qartësisht, më thellë në historiografi shqiptare. Një kontribut me shumë vlera, i cili e dritë për këto ngjarje madhore, ka dhënë dhe historiani Gjafer Gjihani me librin e tij. Duhet të vëtheksim këtu në një aspekt tepër të veçantë, në aspektin psikomoral, duke marrë spunto nga një fakt jo fort i ndriçuar nga historianët tanë, që është mjaft domethënës, pjesëmarrja aktive e luftëtarëve Kavajës të ardhur vullnetarisht në luftën e Shkodrës, për të luftuar kundër hordhive serbe, të cilët kishin objektiv kryesor në aneksimin e gjithë zonës mbi Shkodrës, madje me lakmie edhe më të mëdha. Dhe këta nuk ishin pak, rreth 500 vjet. Nga qyteti dhe nga fshatrat për rreth, duke mos llogaritur këtu vullnetarë të tjerë që u bashkuan aty gjatë rrugës kur u nisën. Në një kohë të shkurtër që është në lajmin e parë që tronditi gjithë Shqipërinë, populli i trim i Kavajës u zemërua keq dhe u ndje sikur serbët kishin ardhur të pushtonin qytetin tonë, Kavajën. Dhe ky fakt është treguesi ndjenjës përgjegjësisë së lartë për rrezikun që po i kërcënohej jo vetëm Shkodrës, por edhe zonat e tjera edhe Kavajës. Fakt ky që shpjegon motivimin e kësaj lufte dhe do të shmonte kohës së si rrodhën ngjarjet. Në përbisedës shqetësuese të njerëzve, ideja kryesore ishte kjo: o burra, shpejt të rrogim armët e të shkojmë në mbrojtje të vëllezërve tanë të Shkodrës. Dhe nuk ishte hera e parë kjo që po reagonte kështu populli i Kavajës me gjuhën e armëve. Kavaja kishte dërguar luftëtarë të saj vullnetarë në kryengritjen e malësisë mbi Shkodrës, ku treguan trimëri të rrallë. Disa vite më parë, 200 luftëtarë vullnetarë Kavajës kishin rrogur armët e kishin shkuar të luftonin në luftën e Ulqinit. Po kështu, e njëjta gjë do të ndodhte me 28 nëntor 1912, kur mjaft luftëtarë vullnetarë Kavajës kishin shoqëruar patriotin Ismail Qemali për Vlorë dhe kishin marrë pjesë në ngjarjen e madhe në ngritjen e flamurit të pavarësisë së Shqipërisë. Desha të them diçka këtu. Ne kemi atë, e themi gjithnjë që Ismail Qemali është pritur dhe është përcjellë në Kavaj nga 2-3 persona, 4 persona. Po të shikoni fotografitë e vjetra që jepen për ngjarjen e ngritjes së flamurit, unë ka pa një fotografi të vjetër, që mezi duken pjesëmarrësit aty poshtë, aty ka disa njerëz që janë me qeleshe të zonës tonë. Domethënë nuk kanë qenë vetëm ata 3 veta që kanë shoqëruar me pajton Ismail Qemalin, por kanë qenë edhe të tjerë luftëtarë atje që kanë marrë pjesë në ngjarjen e ngritjes së flamurit. Pra vetë rreziqet janë kanosur në sheku i vendit, por dhe Kavajës e kanë bindur popullin shqiptar, e kanë ndërgjegjësuar edhe që mos i lëshojë armët nga durt, që tokat tona, kufit tanë, mbrohen vetëm me armë me gjak. E kanë ndërgjegjësuar atë që luftën armat nuk e ka instinkt, nuk i duan për luks, nuk i duan për pushtime, po të rrëmbyer tokat e tjerëve, por i duan për të mbrojtur tokat e tyre, vatrat e tyre. Ndaj dhe varrat e luftëtarëve të rënë në këtë luftë janë brenda kufive të arbrit. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, kjo është një ide madhore, një mësim i madh për gjithë popull që inspirojnë për liri e pavarësi. Duke parë në aspektin geopolitik, kjo pjesëmarrje në fakt ka karakter social, sepse madje psikosocial, sepse dëshmon më së miri që në ditë vështira, sidomos kur u kanosej rreziku i madh nga pushtuesit e huaj, shqiptarët në rastin tonë populli i Kavajës pa më dyshje ka rrogur armët duke luftuar krah për krah me vëllezërit e tyre të krahinave tjera për të mbrojtur kufit, duke treguar akte trimërie dhe heroizmi. Dhe këta pjesëmarrës në luftën e Shkodrës nuk ishin të pakët, gati 200 dëshmorë, siç u tha këtu. Ishin pikërisht lidhje shpirtërore, lidhjet e gjakut, që ndonë një popull i vogël në numër, ne shqiptarët kemi dhirë të ruajmë ekzistencën tonë, të sfidojmë arrogancën e asimilimit nga pushtues të kallëpeve të ndryshëm. Pikërisht edhe pjesëmarrja aktive e luftëtarëve Kavajës vullnetarë në këtë luftë, në çdo anë të Shqipërisë, mos do të kishte johon, edhe ndikimin e vet në farkëtimin e solidaritetit me qytetet e tjera, me krahinat e tjera të vendit, kësaj të dërgonin edhe ata luftëtarë të tjerë vullnetarë. Në bazë të gjithë kësaj pjesëmarrje masive në luftën e Shkodrës qëndron vullnetarizmi. Fjala vullnetarizëm gjatë përdorimit merr kuptimin nga më të ndryshmit. Në fjalorin e madh të gjuhës shqipe jepet ky shpjegim. Fjala vullnetarizëm do të thotë parimi pjesëmarrjes së njerëzve në një lëvizje, në një organizatë e tjerë, me vullnetin e me dëshirën e vet, pa u detyruar nga dikush tjetër të vepruarit sipas vullnetit vet. Parimi vullnetarizmit, metoda vullnetarizmit, mbi bazën e vullnetarizmit, përdorimit të kësaj fjale.
Po ndale pak këtu. Kuptimi I përgjithshëm I fjalës vullnetarizëm është ky. Ai është një aktivitet ku një individ, një grup njerëzish I madh apo I vogël ofron shërbime, jo për interesat ngushtë personale, jo për të shpërbyer, jo për përfitime financiare, jo për kompromise që cënojnë interesa mallore deri në interesat kombëtare. Ky lloj vullnetarizmi për të cilin po flasim nuk ka asgjë të përbashkët me vullnetarizmin e imponuar, të cilin e kemi përjetuar me shumë dhimbje në vitet e pushtetit komunist, për shembull në hapje rrugësh, kanalesh, ndërtime korrudhësh, vaditje, korrje, shirje e fushat tjera. Vullnetarizmi në luftën e Shkodrës ishte një natyrë krejtësisht tjetër. Brenda vetes ai ka dimensione shoqërore, kombëtare, ka motivin popullor, atë të afrimit të popullit me njëri tjetrin, sidomos në raste fatkeqësisht apo vështirësisht, në rastin tonë në raste epidemish apo luftrash, gjë kjo që është përjetuar edhe në vargjet popullore të një këngë interesante e cila bën një hon asaj kohe, nuk di e tha Xhafa apo jo. Na çon të fala motra Shkodër, Hashmi po na shkel në votër. Të Krishterë e Muhamedan lidhën besën për vatan. Nisu nga këto vargje na jep edhe një dëshmi me shumë vlera, që në luftën e Shkodrës së parë morën pjesë luftëtarë kavajës që nuk I përfillën ndasitë fetare, dhe së dyti luftëtarë nga qyteti u bashkuan pa më dyshje shumë vullnetarë nga fshatrat rreth qytetit. Ana tjetër e rëndësishme është pastaj që duke parë reagimin e popullit kavajës, pati reagim dhe në qytetet tjetër vendit, nga të cilët dorën luftëtarë. Duhet të shtojmë këtu edhe faktin që ky vullnetarizëm nuk qet diçka e rastit, nuk qet diçka spontane, por ai vinte së brendshmi nga zemrat e luftëtarëve kavajës, që u jepte krah e forcë për të luftuar për trojet shtrëngjëshore. 3 dukuri të tjera shumë të çmuara, të cilët u manifestuan në këtë pjesëmarrje aktive të vullnetarëve të zonës kavajës në luftën e Shkodrës dhe që mendoj se duhen vlerësuar janë këto. Së pari vetë organizimi. Koha nuk priste, ngjarjet rrugullisën shpejt, ushtrit serbe po përparonin dhe Shkodra rrezikonte të dorëzohej. Ai kishte nevojë për sa më shumë luftëtarë, për sa më shumë armë, ushqime e tjerë. Luftëtarët kavajës ndonse nuk kishin prinsa dhe specialistë ushtarak, me një shpejtësi të jashtëzakonshme nxorën nga gjiri I tyre njerëz të zot, me veti organizuese, të cilët ditën të vjeshin në rolin e prinsave dhe ta luanin shumë mirë atë rol. Ata caktuan korrierat të cilët vrapuan pa u lodhur fshatrat për të dhënë alarmin, por njëkohësisht edhe kushtrimin që njerëzit të vinin sa më shpejt të rishtoheshin në formacion vullnetare. Kjo është pjesëmarrje e përbashkët qytetarë fshatarë në luftë veç të tjeras I forconte më tepër lidhjet midis tyre. Në një vështrim më të largët, forconte unitetin fshatar qytetar, por dhe lidhjet shpirtërore me trevat e tjera të mëdha vendit. Ata organizuan në skuadra, pastruan armët që I kishin pasur të fshehur në shtëpitë e tyre, morën me vete ushqime, siç u tha këtu tjetër, por ata morën me vete edhe uratat e nënave, grave e fëmijëve të tyre. Morën me vete edhe mallin për shtëpitë e tyre, për vendlindjen e tyre. Së dyti, ndërgjegjësimi në shkallë të lartë I popullit kavajës, në veçanti luftëtarëve që shkuan atje për të luftuar. Të gjithë ata që pranuan të rreshtoheshin në radhë të luftëtarëve vullnetar, morën me vete diçka që shkon për të parashikimeve, për të logjikës njerëzore. Morë edhe qefina, siç u tha këtu, që nuk po ndalem. Kjo shkallë e lartë ndërgjegjësimi e shprehur në një formë të tillë e lartëson më tepër figurën e shqiptarit si luftëtar I lirisë dhe në veçanti të luftëtarëve kavajës. Gjithashtu, e gjithë kjo pjesëmarrje gatishmëri ishte në vazhdimsi të traditave të një tradite shekullore, kështu që populli kishte grumbulluar një përvojë të pasur se si duhej vepruar kur dheut I karnasë të rrezikut. Është fakt që në luftën e Shkodrës shkuan luftëtarë vullnetarë nga disa krahina të vendit tonë. Së treti, shpirti I sakrificës dhe I vetflijimit. Të gjithë ata që u nisën për në luftën e Shkodrës e dinin që nuk po shkonin në një dasëm apo një shëtitje turistike për në luftë, por në luftë. Ata kur nuk ankuan atje, kur nuk revoltuan për kushtet e këqija në të cilat I kalonin ditët e netet, të paveshur mirë, të ushqyer keq, në qiell të ftohtë, të armatosur mirë, të armatosur jo mirë, me mangësi, sepse kishin dhënë besën e nderit që do të luftonin për krah popullit të Shkodrës të gatshëm për të dhënë dhe jetën atje. Në filozofinë botërore është trajtuar gjithësisht në aspektin filozofik raporti mes jetës e vdekjes. Në rastin tonë ky raport merr kuptimin konkret. Luftëtarët kavajës në luftën e Shkodrës jo se nuk e donin jetën dhe se pëlqenin më shumë vdekjen. Ideja e vetflijimit këtu e vjetër sa vet jeta e trashëguar brez pas brezi nga të parë të hershëm e kishte burimin tek adhetarizmi, tek ndjesia e të mbrojtur të kësaj toke duke dhënë dhe jetën e tyre, por edhe të koncepti filozofik I raportit jetë-vdekje. Nga kjo rrjedh, pastaj shprehje që përdorim gjithmonë në raste të vdekjes, ndroj jetë. Ndonse në duke me ngjyrim fetar, kjo shprehje ka nxitur tek njerëzit optimizëm, në kuptimin që mos ta konsiderojmë vdekjen një të keqe të madhe
dhe se për qëllime e motive të rëndësishme njeriu mund të adhurojë jetën e tij duke pranuar një jetë tjetër që për të është enigmatike e panjohur. Që këndeja ka burimin edhe një nga konceptet e shumë filozofëve që vdekja është vazhdimi i jetës. Që njeriu vdes fizikisht por jeton gjithmonë emrin e tij, vepra e tij, në kahun pozitiv apo negativ. Ja marrove pakëm. Në rastin tonë, motivi i vetëflijimit tek luftëtarët vullnetar Kavajës në luftën e Shkodrës merr për masa kohore pa limit. Ajo në kuptimin e përgjithshëm nuk mund të quhet vdekje, por vrasje, për shembull për motive të dobta, vrasje në luftë ose vetvrasje para syve të ndryshme, kurse vdekja është diçka tjetër, diçka natyrshme, jashtë fuqive të njeriu, e cila vjen tek njerëzit nga një forcë madhore. Pra në këtë kuptim, këta martirë të rënë në luftën e Shkodrës nuk kanë vdekur. Ata jetojnë për në një formë tjetër, jo të zakonshme. Praninë e tyre ne ndjejmë edhe sot që ata marrin frym kudo e kurdo herë. Lufta e Shkodrës Vestjera ishte zëri fuqishëm i popullit, ishte kushtrimi i parë tanë. Kombëtarizimi i saj në gjithë Shqipërinë dhuroi notë optimizmi, të jashtëzakonshme, gjithandej, madje edhe jashtë kufijve të saj. Kjo luftë që faktor mobilizues që preku zemrat e gjithë shqiptarëve. Kjo ngjarje e rëndësishme dëshmoi para botës sa e çmon shqiptarët lirinë, se me luftën me gjak në shekuj e kanë mbrojtur atë, kanë mbrojtur, i kanë shpëtuar asimilimit duke ruajtur kështu ekzistencën e tyre. Dhe ashtu ndodhi vërtet në përleshje me egërësirët serbo-malazeze, shumë luftëtarë Kavajës derdhën gjakun e tyre të pastër për të mbrojtur Shkodrën. Shumë nëna mbetën pa djem, shumë gra mbetën pa burra, shumë fëmijë mbetën pa baballar, por gjaku i tyre i pastër vaditi lulën e madhe të lirisë. Ky vend nuk mbeti kur pa trima, kur nuk do të mbesh pa trima. Në Kavaj gjithmonë banorët nga krahinë të tjerë kanë zbritur të punojnë e të jetojnë në këtë qytet në fshatrat përreth. Klima i ngrohtë, fushat e kodrat e mrekullueshme pjellore të punueshme deri në maj, detja drejt tij ka qafër, sa që ndjet era jodit në shtëpiat tona, 2 përrenjë që kufizojnë nga veriu nga jugu. Të gjitha këto së fundi, duke gjykuar edhe një ka tjetër, kjo luftë e përgjakshme, së bashku me gjithë luftat e tjera në shekujt shqiptarëve, i ka bitur ata që kanë lakmojnë tokat tona, se Shqipëria për ta është një kockë e fortë. Shqipëria është një vend me një popull trim që lirinë e ka të shenjtë. Lufta e Shkodrës është një kapitull i lavdishëm në historinë e luftave të shqiptarëve për liri, për pavarësi kombëtare, që nuk duhet harruar kurrë. Ajo duhet konsideruar si një shkollë e madhe për brezat që vinë për të vlerësuar atë se sa na vlen liria në shqiptarëve. Me këtë rast, jo për të bërë një kritik, po për të sensibilizuar opinionin publik. Do të vinë duke që kjo luftë heroike në një farë mënyrë është lënë disin në heshtje këtu tek ne. Por dhe në Shkodër, sikur është harruar pjesëmarrje e aq luftëtarëve të Rima Kavajës. Kur më pakta që mund të bënim do të ishte ngritja një memoriali, jo vetëm në Kavaj, por dhe në Shkodër, ku të përkujtohet kjo ngjarje, madje me emrat e evidentuar të pjesëmarrësve dhe të dëshmorëve që janë evidentuar me emra mbi emra. Lufta e Shkodrës gjithashtu dëshmoi se sa donin shqiptarët tokën e tyre. Ato toka që dikur është një thënie këtu e ka marrë nga Ismail Gjemali, ato që morën nga konferenca e Londrës. Ato toka që dikur u vaditën me gjak të pasë shqiptari, sot i ka mbuluar gjelbërimi, bari, bimët, pemët, cicërimat e zogjve, ato duke sikur heshtin, por në fakt ato flasin me gjuhën e heshtjes. Për atë luftë të përgjakshme që u bë, luftë që, si thot studiuesi Luan Xhafar në librin e tij të ribotuar Masakrat i Varit, ishte produkt i mbjetesës i mesjetës slave e krimit, një ngjarje rënqethse ndër më makarave të historisë tonë. Produkt i bizantizizmit dhe i makiavelizmit serbo-malazez dhe indirekt i qëndrimit stalinist të kupolës komuniste shqiptare. Kufi tanë, ky mur Berlini edhe sot në ndajnë nga Kosova e Çamëria. Kështu thuhet në atë librin e masakrës të Varit. Historia vonon, por nuk harron.
Ajo do të dëshmojnë gjithmonë që shqiptarët i mbrojnë tokat e tyre me jetë, me gjak. Kjo tokë është pronë që na lanë amanet të parë tanë, të cilën e kemi me tapi, me testament, dhe ky testament është shkruar me gjak të pasë shqiptari. Po e mbyll duke cituar këtu, kam ashtu një poezi të një kryemurgu francez, Pierre Boron, me titull Brigjet Ilire. Vetëm një strofe shumë interesante. Botuar në vitin 1888. Ilirët të huajnë me armë sulmojnë, veç kur vëllain e tyre duhet ta mbrojnë. Kur ndonjëherë frikës s'ja ul kokën, edhe që kur të coptohet gjithë toka. Faleminderit.